Apo bëhet Kosova paradhon për emigrantët që nuk i do perëndimi? Qeveria e Kosovës miratoi dje vendimin për të pranuar përkohësisht emigrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, derisa të kthehen në vendet e origjinës. Sipas vendimit, Kosova do të pranojë dhe strehojë deri në 50 persona për një periudhë 1 vjeçare, me qëllim që ta lehtësojë kthimin e tyre të sigurt në vendet e përjardhjes. Bëhet fjalë për emigrantët e paligjshëm të cilët po i dëbon intensivisht SBA-ja, për çka kanë shpërthyer edhe protesta në mbar vendin. Por ky nuk është rasti vetëm që Kosova ofrohet të strehojë migrant për favorin e vendeve të tjera. Para disa ditësh Kosova u pajtua që të hap diskutimin me Mbretërinë e Bashkuar për ngritjen e qendrave të kthimit, ku do të strehoheshin migrantët e refuzuar nga Britania. Kosova ka gjithashtu një marrëveshje me Danimarkën për dhënien me qiratë 300 qelive në burgun e Gjilanit, ku do strehohen të burgosurit e huaj të dënuar në Danimark, të cilët pas përfundimit të dënimit pritet të dëbohen. Në këmbim, Danimarka do të investonte 200 milion euro në Kosovë. Kosova nuk është përjashtim në rajon kur bëhet fjalë për këto marrëveshje. Shqipëria u pajtua që t'i ndërtojë 2 qendra migrantësh për nevojat e Italisë në Shëngjin dhe Gjatër. Marrëveshjet e tilla me vendet e Ballkanit mund të shpeshtohen, sidomos pasi BE-ja prezantoi një plan që lejon anëtarët e saj të hapin qendra të tilla në vendet jashtë Bashkimit Evropian për të zhvogluar migrimin e paligjshëm brenda territorit të saj.